si do të jenë rezultatet, megjithatë zotin Limani, tek çështja e Vjosa Osmanit. Shiko, sa i takon raportit të nominimit të saj për president, do kone qartë, që nuk të ta nominaj. Sa i takon angazhimit të saj në jetën partijake dhe politikur, mendoj që ka bëu veprim të mirë, mendoj që ka bëu veprim të guximshëm dhe një veprim të domosdoshëm për jetëgjatësinë e saj në jetën politike në Kosovë. Po flitet që kanë arrit edhe marrëveshje konkrete me Lidhjen Demokratike të Kosovës që të prij listën zgjedhore, dhe unë mendoj që do ta bëjnë ndryshimin e madh të skenës politike, ndonë se mund të shifet me një skepticizëm për shkak si fraksioni ndar, por unë jam i bindur që zoni Osmani do të ketë një rol të jashtëzakonshëm në ndryshimin e rezultatit zgjedhor. Sepse zoni Osmani do të arrijë që partinë guxo ta lërë më tepër kryetar se sa antar, dhe strukturat e LDK-s që kanë qenë të shpërndara, tashmë e zojnë edhe një vend ku edhe një arsye që të ribashkohen, dhe unë mendoj që LDK do të kthehet seriozisht në lojë. Do ta ribashkoj apo ka gjasa që edhe ta përçaj deri diku? Jo, sepse njerëz të cilët kanë qenë kundër zonës Osmani, janë figura të respektueshme politike dhe njerëz akademik që e kuptojnë situatën dhe problematikën në të cilën ndodhet Lidhja Demokratike e Kosovës. Ju e dini shumë mirë se Lidhja Demokratike e Kosovës, ose me thonë më mirë, ky menaxhment i LDK-s i ka bërë zonës Osmani. Se mos ishte zoni Osmani, nuk do të ishte ky menaxhment LDK. Në kuvendin e fundit zgjedhor do të ndronte vota për votbesimin e kryetarit Abdeshiku. Prandaj, unë e shoh që shumë më serioz këtë organizim dhe shpresoj që shumë shpejt sot nesër kur të finalizojnë marrëveshjet dhe vijat e tyre çka do të më, dhe do të jetë në një lojë serioze, sepse LDK-ja mund të afrohet 20% në zgjedhjet që do të bëhen tash. Si e pa deklaratën e saj të sot me reagimin qysh herët në mëngjes, ku tha se rrugët që mbyllen padrejtësisht hapen nga populli? Pas nuk e di kush ja ka mbyllur, çfarë rrugë i ka mbyllur zoni Osmani padrejtësisht. Referoj ndoshta për çështën Cila rrugë? Me gjas, sepse ne po interpretojmë. Me gjas, ajo video ishte kushtuar. Nëse drejtëllë kishte edhe Lumiri dje. Kurti me qëllim që nuk e propozoi. Ne patëm praktikisht 2 kandidatura dhe kishte një konsenzus në Kosovë që të jetë kandidaturë jo partijake, apo? Ashtë Osmani partijake? Prandaj desha të bëj këtë krahasim. Me parë ishte zonja Rushiti. Zonja Rushiti ishte kandidate shumë me jo partijake, sepse kur nuk është deklaruar as pro, as kundër një partije. Nuk mund thuhet kjo për zonin Osmani. Ka qenë deri para 5-6 vitesh ka qenë në LDK, pastaj është bashku vetëvendosjes, tani i kthehet prap LDK-s, çfarë borxhi pas ka zoti dikush të zonin Osmani në skenën tonë politike. Nuk po them konkretisht, po apostrofoj zotin Kurti.